aktorëve politikë. Ke edhe një koment fundit, lutem, për ta mbyllur? Unë doja të vija tek se këtu, dje kishte 3 elementë shumë të rëndësishëm që unë mendoj duhen sjell në vëmendje. E para ishin numrat, u tregua që shpirti opozitar, ndryshe nga ç'është propaganda thot, është aty, është gjallë, dhe është i gatshëm që demokratët në radh parë janë të gatshëm të marrin fatet e vendit në duar. E dyta, siç e përmendët dhe ju, ishte fjalimi i zotit Berisha, shumë ndryshe nga herët e tjera, por në qoftë se kemi ndjekur fjalimet e tij dhe në mbledhjet e grupit parlamentar dhe në tjera, ai ka shkuar natyrshëm drejt fjalimit të dieshëm, e ka thënë dhe më përpara që për ne është betejë e jetës, betejë për Shqipërinë, ka përdorur shprehjen greke etan epitas, pra një thirrje spartane e Spartës së lashtë. Dhe elementi i tretë është që nuk e di nëse keni vënë re, dihet demokratët nuk donin të largoheshin nga bulevardi. Mase nuk duhet ishin larguar? Zotit Berisha, dhe kur filluan të hidheshin Molotov, demokratët si rrallë herë, të paktën në këto 4-5 vitet e fundit, nuk u larguan në numra të mëdhenj, po themi nga bulevardi, që tregon një dëshirë, dhe ky është një sinjal që duhet ta lexoj si kryeministri, po natyrisht duhet ta lexoj, mendoj unë, edhe duhet ta lexojmë mirë dhe ne, Partia Demokratike, opozita shqiptare, që populli shqiptar e ka revoltën, do ta shprehë revoltën. Dhe në protestat e tjera unë jam i bindur që do jenë aty dhe më të vendosur, sepse pash një shkëndij dije që më pëlqeu dhe që tregon që ja ku është populli shqiptar. Okej, po kam përshtypjen se ky momenti te kalon pak Partinë Demokratike. Sigurisht qef është shumë mirë, po jeni shumë mirë, po nuk është PD-ja thelbi i ngjarjeve, ka një mision tjetër që duhet realizuar? Duhet të jetë prisja e këtyre ndryshimeve. Janë demokratët shqiptar, ata qendrestar që kanë qenë këto 13 vjet në krye të çdo proteste, të cilët natyrisht do t'i prind ndryshimit, sepse treguan dije që janë të gatshëm ta bëjnë këtë. Dhe demokratëve do t'u bashkohen të gjithë grupimet e tjera të interesit, qoftë fermerët, qoftë intelektualët, apo në të gjitha fushat e tjera. Okej. Dakor, faleminderit Nikola, faleminderit shumë Igli Cara, ndërkohë ne do kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak me të rejat.